Sa i përket të dhënave për jehonën e votuesve në për komunat ku mbahet raundi i dytë për zgjedhjet për kryetar të komunave, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve akumuloi të dhëna nga 96 presje 94% të vendvotimeve ku kryhet ky votim dhe nga këto vendvotime 279.241 persona kanë kryer të drejtën e tyre të votës, të kjo në përqindje 39 presje 28 është jehona e votuesve në këto komuna, krahasuar me raundin e parë. Atëherë, jehona e votuesve ishte 39 presje 62%. Thjesht gati se e barabartë jehona e votuesve ndërmjet raundit të parë dhe raundit të dytë deri në ora 17. Në për komuna të dhënat flasin si vjen. Aerodrom 36%, Bogovin 34 presje 53%, Brvenic 48 presje 87%, në Vallandov 53 presje 23%, në Vinic 20 presje 68%, në Dibër 35 presje 91%, në Debërc 51 presje 04%, në Demirkapi 62 presje 71%, në Dojran 62 presje 96%, në Dolnen 25 presje 69%, në Zërnovc 25 presje 77%, në Karposh 20 presje 73%, në Kërçov 28 presje 63%, në komunën Konqe 64 presje 24%, në Koçan 34 presje 04%, në Krushev 61 presje 89%, në Kumanov 27 presje 72%, njëherit ndër komunat me jehon votuesve më të ulët, në Lozov 62 presje 78%, në Makedonska Kamenic 25 presje 29%, në Makedonski Brod 26 presje 95%, në Mogil 39 presje 81%, në Negotin 26 presje 03%, në Probishtip 61 presje 25%, në Rankovc 58 presje 03%, në Rosoman 63 presje 58%, në Strug 35 presje 22%, në Studeniqan 38 presje 82%, në Tetov 39 presje 74%, në Komunën Qendër 39 presje 38%, në Qeshinov dhe Obleshev 29 presje 80%, në Quqersandev 51 presje 13%, dhe në komunën e Shuto Orizarit 25 presje 82%.